Kjo i ndihmon ata që të ndërgjegjësohen dhe të vetëdijsohen për rëndësinë e shëndetit mendor. Promovoj ata në mesin e profesionistëve. Pa më dyshje që është një mundësi apo e gjetjes së një dritareje. Nuk do të thotë që të konsultohesh me ndonjë psikolog ke ndonjë çrregullim të madh emocional. Shoqata e psikologët Kosovës që nga themelimi ka filluar me organizimin e aktiviteteve ndryshme ku ndër ato janë edhe kongreset ndërkombëtare me temën shëndeti mendor, sfida dhe ardhmja, ku këtë radhë është edicioni 7. Kjo ndikon në mënyrë shumë pozitive tek pjesëmarrësit, po ashtu edhe tek ata që na ndjekin në dy platforma, qoftë me pjesëmarrje fizike, qoftë në platformën online Zoom, sepse kjo i ndihmon ata që të ndërgjegjësohen dhe të vetëdijsohen për rëndësinë e shëndetit mendor, duke pasur parasysh se shëndeti mendor e determinon mirësinë e individit dhe po ashtu edhe shëndeti fizik. Patjetër që aktivitetet të tilla janë shumë të rëndësishme për cilin do profesionist dhe sigurisht që kur bëhet fjalë për të rinjt, kur bëhet fjalë për brezin e ri, kur bëhet fjalë për ata të cilët në një farë mënyrë e kanë më të vështirë integrimin, le të themi, në këto rrjete profesionale, sigurisht që pjesëmarrja në aktivitete të tilla shpeshherë edhe një sfidë. Unë falenderoj shumë në fakt shoqatën e psikologëve të Kosovës dhe shoqatën e psikologëve të Shqipërisë dhe konkretisht zotin Ilir Havolli, i cili po u jep mundësinë jo vetëm profesionistëve tashmë të konfirmuar në profesionin e tyre të psikologut, por pse jo edhe profesionistëve të rinj, po pse jo edhe studentëve që në një farë mënyrë në aktivitetet të tilla të promovojnë punën e tyre, të tentojnë të sjellin diçka që pse jo ti përfshi ata në aktivitetet të profesionistëve dhe pse jo ti promovoj ata në mesin e profesionistëve. Pajtohemi të gjithë, ne do të thotë qoftë Shqipëri, Maqedoni ose Kosovë, jemi të rinj në studimet psikologjike. Dhe për atë arsye çdo gjë e re që sjellet, çdo aktivitet që është në fushën profesionale të tyre, pa më dyshje që është një mundësi apo e gjetjes së një dritareje ndryshe, një këndvështrimi tjetër, një problematike me trajtim qoftë në fushën e eksperimentit, qoftë në fushën e hulumtimeve, ne që i themi sasiore ose edhe cilësore, si të tilla, pa më dyshje që këto përvoja apo këto mundësi që ju jepen edhe studiuesve të ri, edhe studentëve, edhe atyre që janë në shëndetin mendor publik, edhe ata që ndoshta kanë një angazhim të ndërthurur me shkollat, me institucione të ndryshme, apo me institucione korrektuese, edukative, në të gjitha fushat mendoj se edhe përmbajtja e vetë tematikave që janë trajtuar gjatë 2 ditëve këtu në Prishtinë, zdoment se me vete bartin elemente të mundësisë të përfitimit të secilit. Padyshim që kongresi dhe çdo aktivitet që bëhet për të mirën e shëndetit mendor ndihmon në ngritjen e standardeve të profesionistëve shëndetësor, sepse sa më shumë vetëdijsohen popullata për shëndetin mendor, do ta kuptojnë që nuk do të thotë që të konsultohesh me ndonjë psikolog ke ndonjë çrregullim të madh emocional ose është diçka tragjike, sepse secili nga ne ka ndonjë ujë për ndonjë psikolog për të këshilluar edhe për çështje të thjeshta.